Një vrasje ka tronditur fshatin Zipër në Klos mbrëmjen e së mërkurës ku viktim ka mbetur Selim Velsula. Autori i krimit dyshohet jetë kushëriri i tij. Kompania e pulave Driza është vendosur në qendër të kritikave pasi punonjësit e saj janë filmuar duke hedhur mbetjet e pulave në ujërat e liçenit të Shkodrës. Kjo veprim tani është në kundërshtim me ligjet dhe mbrojtjen e mjedisit. Një avion me 242 pasagjerë është rrëzuar dhe ka marrë flak në aeroportin ndërkombëtar të Indis. Autoritetet po punojnë për të zbardhur shkaqjet e aksidentit. Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në edicionin informativ këtu në TV Dheu. Një ngjarje tragjike ka ndodhur mbrëmjen e 11 qershorit në Zipër të Klosit, ku 28 vjeçari Hasbi Velsula ka vrarë me mjet prerës kushëririn e tij Selim Velsula për arsye ende të paqarta. Policia ka arrestuar pranë Tiranës autorin e krimit, i cili dyshohet se vuan nga problemet e shëndetit mendor. Personi në foto është 28 vjeçari Hasbi Velsula, autori i vrasjes së ndodhur mbrëmjen e së mërkurës në Zipër të Bashkisë Klos. Njeriu masakroi me një mjet prerës kushëririn e tij Selim Velsula, i cili nuk mundi t'i mbijetonte plagëve të marra duke humbur jetën. Hasbi Velsula, autori i dyshuar i vrasjes së Selim Velsulës, qëndroi në Arati disa orë pasi masakroi kushëririn me fik. Pas ngjarjes, ai ka telefonuar motrën e tij duke thënë se ka vrarë një person, teksa u largua drejt Tiranës. Ka qenë motra e autorit e cila njoftoi policinë, që më pas ka rrethuar zonën e Alliasit ku ishte autori. Dyshohet se autori i ngjarjes vua nga probleme të shëndetit mendor. Ndërkohë, trupi pa jetë i viktimës është gjetur pranë pronës së tij dhe nga kqyrja paraprake janë konstatuar dëmtime të shkaktuara që dyshohet me mjet prerës. Lulzim Toçi, 31 vjeçari shqiptar që në 9 tetor të vitit të shkuar vrau bashkëshortën e tij Eleonor Toçi në sy të fëmijëve, i ka dhënë fund jetës së tij ditën e djeshme në burgun e Santa Maria në Itali. Toçi vuante nga skizofrenia akute dhe trajtohej në njësinë psikiatrike të burgut. Lulzim Toçi, 31 vjeç, i ndaluar në burgun e Santa Maria Capua Vetere në Itali për vrasjen e gruas së tij Eleanor Toçi, 24 vjeçe. I ka dhënë fund jetës me vetvarje më 11 qershor pak pas orës 13:00. Toçi, i cili vuante nga skizofrenia akute, ndodhej në njësinë psikiatrike të burgut të San Marinos. Vrasja e Eleanor Toçi ndodhi më 9 tetor 2024 në shtëpinë e tyre në Itali para syve të fëmijëve të tyre të vegjël, atëherë 64 vjeç. Ngjarja e tronditës u zbulua pasi Lulzim Toçi u shfaq në shtëpinë e vëllait të tij, duke kërkuar të çohej në spital. Kunata e tij duke mos parë Eleanorin, i telefonoi asaj dhe fëmia 6 vjeçar u përgjigj videothirrjes, duke i treguar tezës trupin e pajetë të nënës. Policia ndaloi 31 vjeçarin para shtëpisë së tij. Gjatë seancave dëgjimore, Lulzim Toçi rrëfeu vrasjen, por nuk ishte në gjendje të jepte arsye të qarta. Ai shfaqej i hutuar dhe jepte versione të ndryshme të ngjarjes, duke sugjeruar se kishte halucinacione. Kompania e mishit të pulave Driza është vendosur në qendër të kritikave nga banorët e Shkodrës pasi punonjësit e saj janë parë duke hedhur plehra në ujërat e liçenit të qytetit. Banorët janë shqetësuar për dëmtimin e ekosistemit dhe rrezikun e përhapjes së infeksioneve. Një denoncim shqetësues ka nxjerrë në dritë një veprimtari alarmante që rrezikon ndjeshëm mjedisin dhe shëndetin publik në Shkodër. Bëhet fjalë për kompaninë e mishit të pulave Driza, e cila sipas pamjeve të dërguara në redaksin ton, shihet se hedh mbetjet e fabrikës dhe të produkteve të saj drejt për drejt në ujërat e liçenit të Shkodrës. Në videon e denoncuesit, një automjeti i kompanisë shfaqet i parkuar buz lumit, i pozicionuar me pjesën e pasme nga ujë, ndërsa një punonjës hap dyert e mjetit dhe derdh mbetje të ngurta, të cilat duke qenë si mbetje nga përpunimi i pulave. Këto hedhje të papërgjeshme jo vetëm dosin rënd ekosistemin e liçenit, por edhe përbën rrezik të madh për përhapjen e infeksioneve dhe ndotjen e ujërave. Përshëndetje, ju lutem publikojeni çfarë po ndodh me liçenin e Shkodrës. Mbetjet e pulave dhe të fabrikës hidhen direkt në ujë, shkruan qytetari që ka dërguar videon i alarmuar nga ajo që ka parë. Ky veprim përbën një shkelje të rënd ligjore për mbrojtjen e mjedisit dhe kërkon ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet përgjegjëse. Pas denoncimit të publikuar nga redaksia jon lidhur me ndotjen në Shkodër, ka reaguar kompania Driza duke mohuar çdo lidhje me ngjarjen. Në një njoftim zyrtar, kompania sqaroi se nuk zhvillon aktivitet në Shkodër dhe se një shofer ka përdorur mjetin për qëllime personale pa lidhje me veprimtarinë e saj. Kryebashkiaku i Imarës Vangjel Tavos, së bashku me kompaninë Aleko Impex, janë vendosur në qendër të dyshimeve për abuzim me një tender me vlerë 2.5 miliard lekë që ka për qëllim pastrimin e qytetit. Tenderi është shënuar me flamur të kuq për mungesë konkurrence.
Pas zgjedhjeve të fundit, kryebashkiaku i Himarës Vangel Tavo ka lëshuar dorën dhe i ka dhënë kompanisë Alko Impex nën pronësinë e nipit të ish-deputetit socialist Adria Bazi një kontratë 36 mujore për pastrimin e territorit të Himarës me vlerë 2.5 miliard lek pa TVSH. Duket se dyshja Tavo Abazi në partneritetin e tyre jo vetëm do të pastrojnë Himarën, por parat publike në xhepat e tyre. Në tender garuan 4 kompani, por Alko Impex u shpall fituese, ndërsa të tjerët u skualifikuan për specifikimet teknike të tenderit të përcaktuar nga Bashkia Himar për Abazin. Tenderi është shënuar me flamur të kuq për mungesë konkurrence, kualifikim të palëve me ofertë më të favorshme dhe favorizim ndaj këtij operatori specifik. Banka Kombëtare Tregtare akuzohet se shndruar në një lavatriçe për pastrimin e parave të pista, pasi dyshohet se ka ndihmuar në pastrimin e parave të drogës duke i dhënë kredi individëve të lidhur me krimin e organizuar. Banka Kombëtare Tregtare, një prej institucioneve më të mëdha financiare në vend, akuzohet se është ndëruar në një lavatriçe të pastrimit të parave të pista, duke u vënë në shërbim të organizatave kriminale. Sipas dosjeve hetimore dhe të dhënave të siguruara nga organet e drejtësisë, BKT është përdorur gjërësisht për të kanalizuar miliona euro të përfituara nga trafiku i drogës, mashtrimi, korrupsioni dhe evazioni fiskal në sektorin e ndërtimit, energjisë dhe bizneseve të kontrolluara nga krimi organizuar. Kjo bank nën pronësinë Ahmet Çalik dhe administrimin e Mehmet Sejhan Pençabligil dyshohet se ka ndihmuar në pastrimin e parave të trafikut të drogës përmes dhënies së kredive individëve të lidhur me krimin e organizuar, duke i kanalizuar këto fonde në sektorin e ndërtimit apo në investime për ngritjen e bizneseve të reja. Në fokus të skandalit është rasti Suel Çelës, i shpallur në kërkim nga SPAK, si kreu i një prej organizatave më të rrezikshme në Shqipëri. Në korrik 2024 kompania Çela PSHPK, në emër të babait të tij Petrit Çela, përfitoi nga Bashkia Elbasan 7 hektar pyje për ndërtimin e paneleve fotovoltaike. Kjo kompani, që kontrollon edhe tregun agro-ushqimor të Elbasanit, mbështetet financiarisht nga BKT, e cila ka dhënë kredi të majme për investime, pavarësisht se ligji ndalon përfitimin e tenderave publik nga persona të lidhur me krimin. Në një tjetër rast, autoritetet italiane kanë zbuluar se Gëzim Sallaku, një bos i krimit i dëbuar nga Italia dhe i përfshirë në trafik droge, vjedhje makinash, mashtrime dhe evazion, ka përdorur BKT për të sjellë në Shqipëri para të përfituara nga aktiviteti kriminal në Itali, Zvicër dhe Panama. Vetëm në 2 ditë të korrikut 2014 ai ka transferuar afro 443.000 euro përmes BKT, ndërsa parat janë investuar në pasuri të paluajtshme dhe një kompani energjetike fiktive, GSA Sallaku. Në një tjetër zhvillim të dyshim, BKT i ka dhënë vetes 160 milion euro kredi për 30 vite, sipas një skeme që drejtohet nga administratori Mehmet Sejhan Pençabligil, njëkohësisht konsul deri i Pakistanit në Shqipëri. Zyrtarisht justifikohet si ristrukturim financiar, por të dhënat tregojnë se BKT ka raportuar fitime të mëdha mbi 100 milion euro çdo vit, duke ngritur dyshime për një skem të fshet financiare. Sipas burimeve, BKT ka ndikuar në heshtjen e Bankës së Shqipërisë dhe Drejtorisë për parandalimin e pastrimeve të parave për të shmangur çdo masë ndëshkuese, duke krijuar kështu një rrjet ndikimi dhe heshtje që mbron bankën nga pasojat ligjore. Ky skandal vendos në lup urgjencën për hetime të pavarura dhe transparente ndaj një prej institucioneve më të fuqishme bankare në vend, që nga roli i saj historik deri tek përfshirja në rrjete të dyshimta të pastrimit të parave dhe mbështetjes së krimit organizuar. Një ngjarje tragjike ka ndodhur në aeroportin ndërkombëtar të Indis, ku një avion me 242 persona është rrëzuar dhe ka shpërthyer në flak. Pamjet tregojnë momentin kur avioni pushtohet nga tymi i zi, ndërsa autoritetet po hetojnë shkaqet e aksidentit. Një aeroplan i Air India, që transportonte 242 persona, përfshir 161 shtetas indian, 53 shtetas britanik, 7 shtetas portugez dhe 1 shtetas kanadez, për në aeroportin e Gatwick të Londrës, është rrëzuar në Indi. Sipas raportimeve, avioni është rrëzuar në një zonë të banuar vetëm pak minuta pasi ishte ngritur nga pista. Në pamjet e ngjarjes duket se si avioni shpërthen në flak. Avioni u rrëzua duke u përplasur me një konvikt mjekësh në qytetin veriperëndimor Gujarat. Në një deklaratë zyrtare, kompania tha, të plagosurit po transportohen drejt spitaleve më të afërta. Numri viktimave mendohet të jetë i lartë, por ende nuk ka një konfirmim zyrtar.
Aeroporti Ahmet Abadit njoftoi pezullimin e të gjitha fluturimeve deri në një njoftim të dytë, pasi avioni u rrëzua pak pas ngritjes jashtë zonës së aeroportit. Ministri i Aviacionit të Indis thotë se ekspertët e shpëtimit janë mobilizuar, ndërkohë që po punohet për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Zonja dhe zotrin, ka qenë kjo që shka e përgatitur për këtë edicion informativ, duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, bashkë miropafshim.